Për kryetarin e lëvizjes BESA, Bilal Kasami, pesha e koalicionit vlen është e njëjtë edhe pa Taravarin. Ja senam дека vlen teži, да не кажам повеќе, но толку без Таравари колку што вредеше и тежеше без со него. Затоа што сепак влене тука. Значи, сите чинители, другите чинители се тука. Në intervistë për Radion Europa e Lirë, Kasami u shpreh optimist se ende ka shanse reale që vlen të vazhdojë bashkuar, sepse siç shprehet, vlera e secilës parti pjesë e koalicionit është shumë e madhe si pjesë e vlenit. Humbësi më i madh sipas tij do të ishte ai që del nga vlen, Gjersari kujtoi edhe një shprehje popullore. Ja senam дека најмногу што ќе губи, најголем губитник ќе биде тој кој ќе излезе од во случајот од коалицијата Влен, затоа што и не е случајно и народната поговорка. Значи тој што ќе се одели од групата ќе го јаде волкот. Во случајот мислам дека Влен ќе продолжи уште посилно. I pyetur për një qëndrim rreth këtyre fjalëve të Kasamit, kreuja SH që ende zyrtarisht është në vlen, Arben Taravari, ishte i shkurt në përgjigje, duke thënë se Kasami ngatron numrat dhe ekuacionet. Lapsus lingua, ngatrim numrash dhe ekuacionesh. Një përgjigje të ngjashme Taravari dha edhe ditë më parë, pasi Kasami tha se nëse ai largohet, atëherë është 0, sepse 0 ka qenë para se të vijë në koalicionin Vlen. Kësaj Taravari u përgjigj duke thënë se mendon se është lapsus lingua, kur sipas tij goja flet më shumë se sa truri proceson. Mendoj se nuk e kishte me qëllim të keq ose thjesht e gaboi radhitjen e fjalëve në fjali, nuk mendoj se kishte prapavi të keqe deklarata e zotit Bilal Kasami, përfundoi kreuja SH. Krejt këto zënka me fjalë mes partnerëve brenda vlenit ka nisur që kur brenda tyre u hap debati se si të dilet në zgjedhjet lokale. Të gjithë kryetarët ishin që të dalin me kandidat për kryetar dhe lista të përbashkëta për këshilltar, përveç Taravarit, i cili kërkoi që të dalin me lista të veçuara për këshilltarët komunal. 2 ditë më parë liderët e vlenit u takuan, por pa një vendim përfundimtar. Bekim Qoku, si përfaqësuesi vetvendosit brenda këtij koalicioni, tha se ende po diskutojnë detajet dhe se mendon që në lokale Vlen duhet të dalë me lista dhe me kandidat të përbashkët.